Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të premte të datës 25 prill, ora 7 fiks, nisim emisionin Ora Juaj. Do të jemi së bashku edhe ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë, si çdo ditë nga hëna në të premte për orën 7 deri në orën 9. Duke u përcjell fillimisht në këto minuta të para, themi kështu, lajmet dhe zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit që do të zgjas më pas deri në përfundim. Me lajmet nga vendi, Ora News.tv u raportua si pegmari policia zbardh ngjarje në Tiranë, ishin të dehur. Një person është dënuar dhe është marrë me forcë telefonata në policinë e Tiranës nga alarmi. Mund të ketë licencë të re për landfillin privat. Tomori zbulon tratativat për mbetjet pas mbushjes në së Sharës. Është minë me sahat për Tiranën. Lala tregon gjendjen katastrofike në landfillin e Sharës. Shkeli standarde ndërkombëtare, gjykata kushtetuese rrëzoi SPAK për çështjen qyna, avokati fitore për gazetarët. Ndahen çmimet e konkursit ndërkombëtar Wanderlust in Albania 2, promovim Shqipërisë turistike. Dyshohet se shënjestra nuk ishin fëmijët. Ngjarjen e lundur, gazetarja janë zbuluar të paktën 3 gjurmë të ADN-s. Një në 5 gra në botë, e martuar në 18 vjeç po në Shqipëri. Shuarja e Papa Franceskut, kremtohet mesha në kishën katolike në Korçë. Aksident, komunikacioni në Pej, lëndohen 6 persona. Furgoni përplaset me motorin në aksin Fier Levan plagoset 1 person. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë do të përdorim sistem të ritakimesh për viza. Shkrimi i Business Insider, turist amerikan zgjedhin Shqipërinë. GKK konfiskon apartamentin e ish-kryetarit gjykatës kushtetuese Bashkim Dedje. Biseda e të qeshura me policin, motrave Berisha ju bëjnë vap gazetarët, marrin hog, por pa shishe. Aksident në aksin Shkodër-Koplik, mjeti del nga rruga, plagoset 68 vjeçari. Marrëveshje e bashkëpunimi mes Fakultetit Filozofik të Prishtinës dhe QKL-s. Pezullohet marrëveshja për heqjen e vizave me Bielorusinë. Vodhën 6 monopatina e bicikleta, arrestohen 19 vjeçari në kërkim 2 bashkëpunëtorët e tij. Parandalohet ngjarje kriminale në familje, arrestohet 48 vjeçari, kërcënonte se dorëviste bashkëshorten e djalit. Ndarje nga jeta e Papa Franceskut, qeveria shqiptare shpall ditëzie kombëtare 26 prillin. Dosja Veli e biznesmeni shkëlqin fusha në SPAK bashkë me avokat. Jo me lajmet nga politika. Kryemadit s'kam komunikuar me Ilir Metën, nuk më intereson fare, në 11 maj mbaron detyra ime. Blerje votash nga Burgu, Klodiana Lala zbulon hetimin sekret për krimën zgjedhore. Qyryk, buf kënete, Gjonaj, Rama në fushat, flet edhe për programin, sidomos antarësimin në Bashkimin Evropian. Malësia, Partia Socialiste solide në votues, ka administratën pas, ndaj votuesit Gri Rama ka bërë shumë gafa. Sistem kaotik zgjedhor. Bushkolaj, drejtuesit politik, jo të lidhur me zonat e tyre elektorale. Çepani kemi kundërshtuar që në 2008 në listat e mbyllura nuk dihet sa votohet kandidati. Buf, Kënet, Qyryk, Baçi, Rama e ka kthyer fushatën në spektakël se nuk ka mbajtur premtimet. Edhe 100 komandantë Edi Rama uron Hashim Thaçin me rastin e ditëlindjes. O hajdut, pse nuk I rrit pensionet, Berisha sulmon Ramën, e gjithë qeveria jote ha dardha dhe vjedh qytetarët. Rama në gram shtrirje demokratëve, votoni Partinë Socialiste, jo një 80 e kusur vjeçar që kërkon ta bëj çorap Shqipërinë. Ceremonia 74 vjetorit të forcës ajrore, Vengu, rikthejmë shkollën e aviacionit. Fushata në optikën e Krik, Taula, palët qëllimisht, pa përmbajtje, gjuhë diskriminuese, ja si po përdoret administrata.
Shtyesëri seanca për dosjen Partizani, avokati Gjo Kutaj kërkuam përjashtimin e gjyqtares. Elbasani, qark me potenciale të mëdha, me ta kënaqësi për mua mbështetja e Dashamir Xhikës si kandidat për deputet. Nga ide Papa Francesku Spirpari homazhin në ambasadën e Vatikanit. Ndërshton seanca e GKK-s, Vokshi mungoi prokurori pa arsye, duan heshtin për abuzimet në shëndetësi. Apeli GKK-s, tjetër shuplak Erion Veliajt, nuk ja heq sekuestrën e celularit. Pamjet, ish ambasadori i Busti Skënderbeu në Londër i lënë në një gjendje saqë bën të skuqet çdo shqiptar o britanik. Me ta kujton shprehjen e Papa Franceskus, shqiponja nuk e harrojnë folen, por fluturojnë lart. Sherri i të vegjëlve, Adriatik Lapa në GKK për gjyqin ndaj Agron Shehajt. GKK vendos për fatin e Partizanit. Rama Tindomanit shpadën një dhamne, askur se njihte më parë, lideri vërtet i PD-s, Ilir Vrenoz. Padia për shpifje në GKK, Vilma Nushi dhe Albana Vokshi mbërrin në gjykat. Politikisht autik Rama me komentuesit nuk kishte përfyerje, kërkova falje kur kuptova se mund të kemi lënduar. Cili politikan pëlqejet më shumë 20 ditë para zgjedhjeve në Shqipëri. Jo me lajmet nga rajoni ndërkohë. Takim Porfirie Putin, Ragon Kurti, partneritet strategjik që vë rajonin në rrezik serioz. Kosovë Osmani u kërkon partive politike emrat për andar të rind KQZ-s. Ska bëje për Serbin pa njohjen e Kosovës, eurodeputeti kroat, çdo destabilizim i Kosovës do t'i kushtonte shtrenjtë Vučićit. Të shtunën Prishtina teston sirenat e alarmit. Kërkesa e pazakon divorci në Greqi, ChatGPT lexoi filxhanin gruas dhe zbuloi që ai po e tradhton. BE-ja reagon lidhur me vizitën e Vučić në Moskë, jo marrëdhënie të zakonshme me Rusinë e Putinit. Autoritetet e Bosnjës arsyetojnë numrin e vogël të policëve gjatë tentimit të arrestimit të Dodik. Përdosi simbolet kombëtare të Kosovës, prokuroria ngre akt akuzë ndaj një mësuesi. Dodik vazhdon kërcënimet, do të arrestojmë Christian Schmidt. Lëvizjeve vendosje s'ka konsultime me partitë politike për konstituimin e kuvendit. B. Është në interes të Kosovës të formojmë sa më shpejt institucionet. Ibër Levenzin e bori Kurdi ngjuriq ofensiva e Prishtinës për njohjen e pavarësisë tmerruese. Vizita në Prishtinë, Sorensen, pas takimit me Bislimin, do të shkoj edhe në Beograd. Deputetja finlandeze të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën, të jepet statusi i vendit kandidat. Schmidt pezullon financimin buxhetor për partinë e Dodik. Thaçi Veseli hasin vështirësi në komunikimin me fëmijët. Shqiptari me motor përplaset me një makinë në Greqi, ndron jetë në spital.
Policia shtetërore e Bosnjës bllokohet në aksionin për arrestimin e Milorad Dodik. Kosovë kushtetuesja shfuqizon ligjin për KPM. Osmani, çdo marrëveshje paqeje nuk duhet të inkurajojë ambicjet imperialiste të Rusisë. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe takon Putinin në Moskë. Për të tretën herë, Albulena Haxhiu nuk merr votat e mjaftueshme për të qenë kryetare e Parlamentit të Kosovës. U kundërshtua nga deputetët shqiptar, Parlamenti malazez miraton marrëveshjet me Emiratet e Bashkuara mes kritikash. Haxhiu kodiri penal mundëson gjykimin në mungesë të Radojčić për sulmin në Banjsk. Ndërkohë shohim lajmin nga bota. Të paktën 4 persona humbën jetën, 30.000 të prekur nga përmbytjet në Somali. Arrestohet astrologu i TikTokut në Myanmar për parashikimin e një tjetër tërmeti më të fortë. Alarmoi stafin utal duke thënë se ka bombë në çantë, gruaja e moshuar nxiret nga avioni. Shkencëtarët po zhvillojnë sensorin e parë kuantik të krijuar për të matur gravitetin nga hapësira. Kapelet Trump 2028 po shitet në dyqanin online të Donald Trump. Trump lëshuron urdhrin ekzekutiv për minierat në det të thellë. Peshkov, vërejtjet e Trump në lidhje me krimen përputhen plotësisht me pozicionin e kahershëm të Rusisë. Pretendimet e Zelenskit, Rusia sulmoi Ukrainën me një raketë balistike të prodhuar në Korenë e Veriut. Presidenti amerikan kemi pasur takime me palën kineze për marrëveshje tregtare. Transportonin 30 kg lëndë të palishme në makinë vihet në pranga 2 korrierës shqiptar. Trump fillon të shes online veshjet viti 2028, shtohet ideja se do garoj për mandat të tretë. Mami kanë frikë nëna nga Kievi, përshkruan se si ngushëllon fëmijët e saj gjatë sulmeve ruse. Në bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë, sekretari amerikan i shtetit Trump është paqeborës, po përpiqet të shpëtojë jetë. Ministri francez Boja dhe Shëbaja larg arritjes së marrëveshjes për tarifat. Elon Musk debaton ashpër me ministrin e Thesaris, si reagoi Trump pas debatit. I dëmtoi llampën e veshit për ta poshtëruar shqiptari vret në Bashkombas. Trump sulmon Harvardin në shkërcënim për demokracinë, pranon student që në dokumentet e vërtetimit të shtetësisë për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, gjykata rrezon pjesërisht kërkesën e Donald Trump. Një moment i sikletshëm mes princit Harry dhe Meghan Markle, kjo e fundit nuk ja jep dorën burrit të saj. Të paktën 54 ushtarë të vrarë nga militantët islamik në Beninin Verior. Moska kërcënon perëndimin, nëse sulmohemi do të përdorim bombën atomike. Von der Leyen bën thirrje nga Britania për rritje të bashkëpunimit, më shumë investime në energji të pastër në detin e Veriut. Të radhës së fundit lajmet nga sporti, 21 vjeçari nga Gostivari gati për ndeshjen më të madhe të WBO. Juventus humbet Vlahovic për duelin e radhës në kampionat. Guardiola dhe gruaja i japin njëri tjetrit shans të dytë çifti drejt ribashkimit. Video One Kiss, himni jo zyrtari i sukseseve të Liverpoolit, ja pse duan tifozët e The Reds. Leao drejt largimit nga Milani, Chelsea nis kontaktet me portugezin. Superiorja java 36 do luhet të dielën vendimtare për fatet e sezonit.
Eliminimi i Interit nga Kupa Inzaghi, jemi të lodhur fizikisht dhe mendërisht. Salah, Gjokeres, Lewandowski, kush do ta fitoj këpucën e artë? Ja renditja. Jamie Vardy largohet nga Leicester pas 13 sezonesh i shkatruar, por është koha e duhur. Miliona euro për Milanin me kalimin në finalen e Kupës së Italisë. Alcaraz tërhiqet nga turneu i Madridit. Yannick Sinner arrin një vit si numri 1 në botë. Finali e Kupës së Mbretit, Courtois duam t'u japim tifozëve të Realit diçka për të brohoritur kundër Barcelonës. Patushi, Egnatia dhe Dinamo me merit në finalen e Kupës së Shqipërisë, prisja më shumë nga Vllaznia. Tudor, shpërthem pas humbjes së Juventusit me Parmën, në atë gol s'duhet ta pësojmë kurrë. Arsenali po përpiqet të thyejë rregullin e UEFA-s për gjysmëfinalen e Champions League me PSG-n. Thomas Müller zgjat kontratën me Bayernin, dua botrorin për klube. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Ndjes që ne ja u përcjellim çdo ditë përmes faqes sonë të webit oranews.tv dhe është koha për t'u kthyer në studio dhe vijojmë programin me telefonatat dhe bashkëbisedimin me ju, si për herë në 2 numrat e kontaktit që janë shfaqur tashmë edhe në ekranet tuaja. 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Jemi drejt për drejt në Ora News dhe Radio 96.7 MHz. Si edhe në live stream oranews.tv për gjithë ju që doni të na ndiqni në emision e mëngjesit, por çdo emision tjetër në orët e pasdites apo edhe në mbrëmje, si edhe në edicionet e lajmeve të përditësuara orë pas ore me çdo informacion apo ngjarje kudo që ndodh. Kemi telefonat? Po, alo. Ndjes. Më thatë po. Okej, kujdes se dëgjojeni nga kufjet. 068 99 00008 068 60 54 639 janë numrat e kontaktit përmes cilëve ju bëni pjesë e programit edhe për takimin e sotëm në këtë të premte të datës 25 prill, ora 7:18 minuta. Ju përcjellëm në minutat e mëparshme lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Besoj është e rëndësishme ta nisni ditën të informuar dhe është koha për gjithë ata të cilët duan të thonë, shprehin diçka, një shqetësim lidhur me atë që ata mendojnë. Ne jemi këtu, ju presim në 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjes, telefonata. Alo. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Të lutem, ule zërin e televizorit. Po ula. Po, urdhoni. Si jam të di. Po. Je djatë punëtor dhe ta je i mirë. Urdhoni. Jo Aldin. Të sari problem për ujnë ka javë, se dhe da bëj. Jo, stash ashtu se si jam hidraulik. Jo, më falë të tri. Këmë ka sharit, mos li gjumë nga kryetari o Flori. O Flori, po shko thuaja kryetarit të më vlla, jo mua. Po mi, u jam punë e më shërbim. Edhe unë jam punë, si ja them dot. Po mi, a ke mundësi bëj problem? Ja, e bëra problem. Sa po u krijua. Ore, du fort, unë jam baba, jam 3 herë gjysh, po thujet, këmë ka sharit. U bëfsh edhe stërgjysh, o Altin. Njo Altinin. O qa tubi ujtit edhe banorët o gjinap, uj pishëm, o ka sfalti. E di, me ke Po vërcet. pra, bëj një problem, unë ka sharit, në gres, ka sharit, mos linë gjumë të darin teren, punojnë. Kuptove? Ja kuptova, Altin. Bravo, njo. Po. Se unë du fort ty, po ti je, apo jo? Po unë jam unë. Po ti je, po levit qik, tu e dyre. Ku ti them? A ti të më ka sharit, o ta të udin kërë luga. Po ku e di që si kam thënë? Si? Ku e di them që nuk i kam thënë? E para, e dyta, ti thua jam në punë, po ndërkohë je duke parë televizor. Jam në shërbim, o ti, o qa udi me o turp, vetë zoti, udi e rrugë gjinap. Kuptova. O ti bëjq mos, a i kujtari mos blinë zyrë në gjumë. Po nuk e kam unë në dorë këtë, oj dashur. Mirë, më falë. Unë kam në dorë ta përcjell problemin, pastaj se fle, se nuk fle, pastaj ka tjetër kusht në dorë. Mirë, are, në rojë Rama edhe
O zot, në Rama. Të fala kur ta... E pasha, e punë marrë të trysh zoti. Të fala kur ta takosh. Rama, deva PD-ja. Të fala pra bëj kur ta takosh. Kë do të takosh, bëj të fala nga unë. Mirë, rraf, je punë marrë, trysh zoti, të trysh zoti. Ti jesh mirë Altino. Kujdese, je në shërbim vlla, mos e zjat më shumë. Bisedën se je në shërbim. Altini është personazh i lezetshëm, deri në pikën pastaj që nuk na kërkon të bëjmë gjëra që si bëjmë dot. Se e pjesa që kërkon Altini as duam as mundemi. Por edhe po të mundeshim nuk duam. Tani ne nuk jemi këtu për të zgjuar njerëzit, nuk jemi anti-valium, po themi, ha. Dikush do po. Kështu që mos ta përmendi gjumin, s'kemi shumë që jemi zgjuar ndaj atë. Titali në shpinën e mbyturit nuk kujtohet. Bukur, jemi në pjesën e parë, minutat e fundit, ora 7:21 minuta në komunikim me ju. Urdhë? E mbyllim domethënë. Okej. Okej. Ndjes. Se kishim një mesazh. Ju presim në 068 615 4 639 068 99 00008. Mirëmëngjes telefonata. Përshëndetje. Lash të presësh. Po urdhë. Me Klodin desha të Klodi jam shkruaj. Klodi si je? Mirëmëngjes, si jeni ju? Mirëmëngjes. Klodi të lutem, mund të më shpjegosh diçka? Po patjetër, ma thuaj. Unë dal në pension edhe punoj në institucion. Kam të drejtë të tash ty do me thënë të punoj prapë? Si është me liq? Po, shiko, kjo ka dy, ule pak zërin televizorit e dashur që do më dëgjosh mirë. Në fakt kam kaluar nga dhëma tjetër. E dëgjoj prapë edhe më pengon. Në fale unë fare. E sojtë, po. Okej. Po. Atere, dëgjoj pak e dashur. Po. Ideja është këtu, një sekund. Po. Që nuk është kelle ligji edhe në rastet të mbaj në punë, edhe në rastet të thonë që ke dalë në pension. Kjo varet nga nevoja që kanë ata për një punonjës aty. Por kjo nuk ta heq të drejtën ty për të bërë kërkesë për ta shtyrë daljen në pension dhe për të vazhduar punën në rast se edhe ata të kenë nevojë. Pra te burimet njerëzore ju duhet bëni një kërkesë për shprehje të vullnetit tuaj të lirë për të vazhduar dhe për ta shtyrë kohën e daljes në pension. Më kupton? Në me sa kërkesën duhet ta daj në drejtoria, ku e kam? Aty ku jeni, po. Po. Mirë dashur? Se me thënë që me liq nuk e të drejtë prandaj. Patjetër që ke të drejtë, ka shumë pensionist. Ka shumë pensionist që e kanë kaluar moshën e pensionit dhe punojnë. Jo, se tani ma kanë thënë që pas ka dalë një liq, do të thënë që ka e gënjeshtër. Jo, dashur. Vetëm, po. Nuk ka dalë. Jo. Shumë faleminderit, uroj gjithë të mirat e botë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Kemi kohë edhe për një tjetër para hapësirës së reklamave në këto minutat të fundit të pjesës së parë të emisionit. E premte data 25 prill në 068 99 00008 068 654 639. Kemi marrë kështu telefonuesit e parë të ditës së sotme dhe jemi në pritje të tjerëve për sa i përket mbylljes edhe të kësaj pjese të parë. Alo, mirëmëngjesi. Akoma? Është larguar. Po mirë, s'ka gjë, do presim tjetrin vetëm për pak sekonda. Okej, jo, nuk e di këtë përcaktimin e kësaj, kështu që do më duhet kohë për mënyrën e funksionimit. Një mesazh që thotë zotëria është duke na dëgjuar dhe live. Duhet të informohem edhe pastaj të kthehet sqarim sepse është diçka që nuk e kam dëgjuar, por nuk e di që funksionon kështu. Ndaj s'mund të ta konfirmoj as të ta mohoj këtë, por gjithsesi do komunikojmë aty gjatë ditës.
Okej, presim edhe për një tjetër telefonues në 068 99 00 008 dhe 068 60 54 639 në këtë pjesë të parë të emisionit për takimin e të premtes. E kemi në linjë? Nuk dëgjoj. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Si jeni mirë? Si jeni? Mirë. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Kam marrë dhe Po ule zërin televizorit. Alo. Klodi. Më dëgjoj vetëm nga telefoni, të lutem. Okej, e unë fare. Ule zërin televizorit. Po ule mo zotri. Të lutem. Po të lutem ule zërin televizorit se nuk ju duhet. E kam ullë fare. Ule zërin e televizorit, të lutem. E kam ullë kretë tash. E kam ullë. Ule zërin e televizorit hera e fundit. E kam ullë kretë. Kalojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak në pjesën e dytë të programit, reklama. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:31 minuta, vion komunikimi me ju në 068 99 00 008 dhe 068 60 54 639 në këto minutat të tjera të emisionit. E kemi zotërin për televizor, zërin e televizorit apo është larg, ndoshta kemi tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Urdhro. Si jeni? Mirë. Ore desha të bëj një pyetje. Po. Kam dalë në pension, kam dalë me VKM 60 vjeç. Edhe vazhdoj punoj. Edhe pagoj edhe siguracionit, rregullisht. Po. Po, përfitoj na i gjën ato që pagoj? Jo i nderuar. Domethënë ata të cilët jo, asgjë. Ata të cilët punojnë dhe janë edhe në pension, pra në pension kuptimi që e marrin pensionin çdo muaj, nuk përfitojnë nga kjo. Të gjithë ata të cilët përfitojnë është kategori tjetër që e plotson moshën për të dalë në pension, nuk pranon ta marrësh pensionin dhe vazhdon të kontribuosh normalisht. Është tjetër, po tash ndoshta nga kjo që pagojmë sigurime ne i pagojmë një lloj, siç i kemi paguar. Jo, dashur, nuk ka si lloj përfitimi për këtë periudhë. Falenderoj gjithë të mirat. Asgjë fare, të lutem, faleminderit edhe juve për telefonatën. Ditë dhe fundjavë të mbar, megjithëse jemi edhe në të premte sot. Kështu që bukur. Presim telefonat tjetër. E shpjegova të pjesën e dytë për ndoshta ata të cilës e kanë edhe të tjerë që nuk e dinë, përfitojnë nga rasti për të sqaruar përmes në një bisede që lind nga dikush nga telefonuesit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Të kam marrë para disa muajsh për të ligjin 2020 për tokat për pronat. Më the i sikur do miratujtë në shtator. Funksionale. Është në funksion, është funksional, po themi. Mi fjalë nuk e kam në zbatim, pra? Është në zbatim, patjetër. Ashtu? Po, e si 100%. Mund shkruaj mi fjalë? Po s'ka lidhje me atë, nderuar, mund të ketë një problem tjetër, ndërsa për sa i përket ligji, ka kaluar me kohë. Më kupton? Unë kam pyetur për mini bashkia janë dhe thonë që jo. Po s'ka lidhje me mini bashki kjo, nderuar, kjo është kadastra. Ku e di mini bashkia se si funksionon ligji i kadastrës? Do shkoj direkt në kadastër? Patjetër, në rast se çdo aplikim që ka të bëjë me pronat, është kadastra institucioni përgjegjës që zbaton ligjet e miratuara. Në rastin konkret, 2020 është ligji i reforma, në thonjza po e quajmë kështu, e kadastrës. Do shkoj kadastrës udhëve. Po patjetër, po se ashtu funksionon. Është njësoj si për ligjet e bashkisë të shkosh në kadastër, po sa i se ka iden ai kadastrës, më kuptoni dashur? Faleminderit, unë kam pyetur mini bashkia, na thonë që akoma s'ka lidhje fare. Akoma i bien shkurt ata i dashur. Ashtu? Po i bien shkurt se s'ka arsye tjetër pastaj, akoma edhe njerëzit me akoma. Rrojnë, po. Së shfaj i jon, as i tyre në një pikë të
masës që duhet tregohen kujdesshëm, po nëse kjo është temë tjetër, pastaj që nuk na përket ne për të diskutuar këtu. Por që po ligji 2020 është në zbatim dhe funksionon. Se u kam apliku para 4 vjetësh, po në prill ka qenë të 2021-shit. E di, mbaj mend. I paguar lekët, dhe më thonë që majt e mandat që i paguar lekët, që mos paguar lekë tjera më. Shumë thonë atëherë, po. Por nuk është për fajt e ligjit. Ligji është funksional tash. Megjithatë, faleminderit për gjithçka. Edhe juve për çdo gjë jemi këtu. Faleminderit shumë për telefonatën. Prandaj them që duhet mbytur disa për diçka për të marrë një përgjigje pastaj të edhe atë se ditë saktë apo jo. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes dashur. Mirëmëngjes. Urdhoni. Kisha një sqarim. Po të lutem zërin televizorit duhet ta ulni, se na pengon edhe mua dhe ju. E ula. Faleminderit shumë. Jam një qytetare këtu në Tiranë. Po. Dara dokumentat e pensionit, mbusha moshën 61 muaj, dhe në shkurt më thamë del pensioni. Në morën telefon, tholi pensioni, thamë ato 110.000 lekë. Edhe, kur vacat e banka unë, në kishin erdhë vetë masin e prillit, thashun po bonusin e masit, jo, tha nuk të takonta. Dhe fatkesisht ashtu është, nuk ju takon në rastin konkret. Është ndryshe nga mënyra se si funksiononte bonusi i fund vitit. Kurse kjo tjetra kishte metodologji tjetër se si bëhet ashtu. Kështu që ai bonusi nuk ju takon juve. Nuk të takon, a? Për fatkeq jo. Faleminderit. Të lutem ju. Faleminderit edhe ty për telefonat. Ju dëgjofshim. Presim tjetër, telefonues, alo, përshëndetje. Urdhëro. Klodi. Po. Alo. Të dëgjoj, zotëri. O, Klodi. Po. Si u dhinë më? Si jeti? Ha të bëj një pyetje. Sa po e bëre, bëj pyetjen e dytë. Pa ta marë para 2 muaj. Për ato lekë të 8 obligjive, a kanë dalë apo jo? Cilit lekë të obligjive? Që parambetët që për shteti për 8 obligjivet. Pra pambetjet ka nisur të shpërndahen, nuk bë kohë dhe sipas qarqeve do shpërndahen. Jo, jam Tiranën. Në Tiranë ende jo. Akoma, a? Jo, i dash. Faleminderit. Faleminderit ju për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Elena Bashkia me Maliaj. Amo me Maliaj. Para uroj shëndet emision. Është bërë një këngë e bukur për se dia e ke dëgjuar. Kurdo? Është bërë një këngë e bukur për minierat e me Malije, se dia e ke dëgjuar. Minierë e Malije ka puna minator. Qa the mu, qa thua ti tani? Po them diçka tjetër më. Kurdo? Është bërë një këngë, them për me Malijajn. Po, jo të bërë këngë, po me minator që ka puna, që kam përfaqësuar qytetin e Malijaj. E ke dëgjuar apo jo? Jo, se kam dëgjuar. Me vërtet? Kam një diçka tani. Se e kam dëgjuar pak, po jo pak. Duket se ka dalë një qeveria ka dhënë një ligj. Tokat që janë të pazena, i jepe me qira. E që vërtet apo jo? Ligje? Cilat janë ato? Toka të pazena. Po, patjetër. Ka qenë ai gjithmonë. Ka qenë gjithmonë, them. O e si ka dhënë tani ligja dhe nuk i kam dëgjuar se merrni me punën. Ka qenë gjithmonë. Mirë. A këngën nuk ma theri? Ja, do ta lëshoj tani këngën. Po. E të gjoha një qip. Jo sa bukur është tani. Me Malije më një. Urdo? Ju bake këndon. Pse te vetëm yllin se nga Grollakaj për shembull. I ka shkuar janë të dy që e këndojnë dhe të dy i përshëndesin. I ka shkuar pa dje për Dadinin. Okej, jetë dhe shëndet i urojmë dhe gonit, patjetër. Ajde jetë gjatë ai, punë të mbarë juve të Faleminderit shumë. Po që ishte e bukur kjo, pse nuk e mbajmë ne këtë sound kështu në Klaudia? E mbajmë si sigël, bukur. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhoni. Desha pyesja, kam një në Itali. Po. Edhe kam një djale. Edhe kam një do të regjistroj këtu në Korçë. Po.
Duhet të vi njëri nga prindrit. Si mund ta regjistojnë që ku pa ardhur ata? Jo, duhet të vi një nga prindrit, thuaj dashur. Do mos një nga prindrit. Po. Do të mos sa bëj, do se ndihmoj. Jo. Mirë? Me jetë gjatë. Faleminderit edhe juve për telefonatën, shkojmë me tjetër. Po pra. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Do vlisni apo jo? Nuk flet. E mbyllim. E presim tjetër në 068 99 00008 068 60 54 639 në këtë pjesë të dytë jemi ora 7:41 minuta. Iku shpejt edhe sot jemi në takimin e fundit të kësaj jave prende 25 prill. Unë e di thot për të njëjtën gjë thash edhe umbra. Që ata të cilët refuzojnë se u kthejmë edhe një herë te kjo pensioneve, dhe është pak raste ka të tilla që na telefonojnë për të sqaruar, por të njëjtën gjë thash pra. Por edhe kjo jo në kushte normale. 6% që duhet një specifik tjetër, pra të kesh gati 40 vite punë, no? Se në rast se ti ke plotësuar moshën për të dalë në pension dhe ke 20 vite punë, vazhdosh të punosh, edhe pse pa e marrë pensionin, nuk mund ta përfitosh 6% çdo vit. Domethënë do kesh përfitim nga sigurimet për pas moshës së pensionit, por do të llogaritet si kontribut dhe si përfitim normal. Pra jo me 0.5% në muaj ose 6% për çdo vit. Sepse kjo 6% duhet të ketë një specifik tjetër që ka të bëjë me vitet. Dhe nëse ke po themi 40 vite punë, dhe do vazhdosh punosh akoma, atëherë shtesa mbi pension pastaj për këto vite që ke punuar pas moshës do të llogaritet me 6%. Kjo është ideja dhe thelbi. Mirëmëngjesi. Me Klodin të flas. Po, Klodin. Mëngjes. Jam një qytetar të tregu agro ushqimor. Me Python Center, brapa. Po. Gjithë natën nuk nalon makinat, borite makina treleve, në orën 2 natës, 1 natës. Po pse? Është e vazhduar, nuk di gjon, i bin Boris, unë jam një qytetar mbrapa si gjithë shtëpiat e tjera aty. Ka 10 vjet kjo punë që kanë ardhur nga uzina Dinamo nga kanë ardhur aty, nuk nalon pse në gjumë. Çuditshme, ha? E kam takuar, kam takuar menaxher, i kam thonë. Çfarë thot? Sa herë? E kemi reduktuar sot një qik. Nuk po e kemi reduktuar sot. Dyta herë. E kemi reduktuar, ë? Po, dyta herë, sa kalim 2-3 net, po shon një qik, nuk ashtu. Pastaj dalë natën, unë jam afër, dalë natën, ka gjitha e siguriti, blokojnë makinat e vogla, rrugën, atë tralet e din Boris, sikur marrë nga kodrat e malet atje, nuk di fare. Në njerëz të smur me zemër mund të vdesin fare atje në gjysmë natës. Nga të tralet e mbajtur. Se si do bëhet kaq kohë, kaq vite. Po bimo, pse duhet ti bien Boris të gjitha aty? Po nuk nuk e di pse duhet i bien Boris, kam dalë fizikisht, kam dalë tek atëherë, i kam thonë një patrullet të kombinatit, policisë kombinati, po do shikojnë, edhe kush shikoj. Kam dalë pas sabat natën. Se si jemi gjithë vllazja, unë flas për veten time aty, nuk kam me shumë me tjerë, fare. Për veten, në orën 2 natës, asnjë orë gjumë nuk bëhet. E kam kapi, kam shumë herë. Ku ndodh kjo dhe sa kohë ka? Kjo ka shumë kohë, sidomos se të 2-3 vitet e fundit është më katastrofale, komplet. Të ngjesh në orën 2 natës, vëjzon vetëm me dalë me inqizu me telefon, nuk kam lidhje tjetër. Ku ndodhet edhe një ma thuaj adresën në kombinat? Jo, te tregu agro-ushqimor. Okay. Rruga Ditore, Python Center. Te tregu agro-ushqimor që është. E di ku është. Aty. Është e vazhdueshme kjo, nuk është është një herë, dy herë. Domethënë juve, ajo ajo është aq e vazhdueshme aty, sa që kur të hiqet juve do ju bëj përshtypje. Tash kur ti bëj përshtypje, ç'të bëhet, po tash edhe njerëz në do të them
Do ta përcjell sapo të mbaroj emisionin, i dashur, dakor? E çetit. Faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, alo, përshëndetje. Alo. A e kishim në linjë? A ka ikur? Okej, na ndodh shpesh kjo, po ju lutem mos u largoni se prandaj janë 2 numra aty. Është me radhë. Alo, përshëndetje. Po Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. A jeni mirë? Si jeni ju? Unë jam e plagu Katauku. Zeneli. Zeneli apo jo? Marri përgjigja, jo. Zoti Zenel apo jo? Po. Pra. E shikon si të mbajta mend nga zëri. E ti të falënderit shumë për të Do të presim edhe vetëm pak i dashur të mirë kuptoj për sa i përket pritjes dhe vonesës, por që ka specifikën e vet ajo se siç edhe diskutuam atë ditë ka një problem nga që është me 2, pra ti ke marr atë që s'duhet merrje. Më kupton, kështu që a është kështu apo jo që do është dhënë certifikat për diçka që ti s'e ke kërkuar, ti ke kërkuar atë tjetrën. Po mirë, si ta bëjmë au? Do presim edhe pak fare nderuar që të marrim një përgjigje shtëruese dhe mënyrën se si do të veprojmë, dakor? Mos u shqetëso. Mirë, po të loj ty këtë punë amant. Po e diskutuam ne apo. Tom 4 do bëj 5, a desh miku më ngush vallaj. Mos u shqetëso fare. Mos u shqetëso fare. Mos u shqetësoj dashur. Ta di për falënderit shumë. Asgjë, edhe kjo nuk na duhet. Nuk ka problem, mos u shqetëso fare. Sa kohë jemi këtu e kemi. Falënderit shumë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Bukur. 7:46 minuta, jemi në fund të pjesës së dytë të emisionit. Në komunikim prej orës 7:15, e kemi thënë ka disa probleme që specifikat e cilave është ndoshta më komplekse të kërkoni çik më tepër kohë. Duke mirë kuptuar thash dhe një totalisht shqetësimin dhe padurimin e njerëzve. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes. Urdhoni. Dhe jeti për sportin? Si për sport? Për sport për çfarë apo për sportin? Jo, për sportin i luajmë diel Tirana. Po. Bëj pyetje, ule zërin televizor, pastaj bëj pyetje. Ja do ta them kështu. Laçi Tirana, Ballsi na 39 kurzel. Shiko, në çdo rast Tirana është e rrezikuar edhe po të fitojë, se në play-off do luaj, play-out. E kupton? Nuk del direkt? Jo, nëse fiton? Po, fitoj edhe Laçi, fitoj edhe Ballsi 39. Aha, ndi po thua po të marri të gjitha të këqija Tiranës. Jo, të treja këto barazim nga 39 pikë, vetëm ajo. Po duhen parë në ndeshje direkte pastaj se si kanë dalë me njëra tjetrën, se kjo e përcakton. Pa jo që ke se nuk vjen dot gazeta ku jam unë, prandaj nuk është me gola bara. Shikoni, do ta sqarojmë të dielën këtë. Apo është vonë? Jo, erdhi diela ajo. E kupton? Por që shiko, ekipe si Tirana, si Partizani, si Vllaznia, si Dinamo, edhe Ignatja tani vitet e fundit, është të vjen keq ti shohësh mos luajnë në superiore, ha? Mendoj unë. Po keq të vjen pa gjujnë kanë. E para, tjetra, nuk ja ka fajin askush pastaj. E kanë gjujnë të vet. E kanë gjujnë të vet, prandaj thash edhe tjetra. Kështu që nuk kur e thot një kolegu im është me merit aty ku është. S'ka asnjë lloj. Duhet ta kërkoj te vetja përmirësimin e situatës dhe problemin kur ka. Në çdo ekip. Mua më bën përshtypje një që kur janë disa variante si do më ndeshja me Partizanin, deri gjëra deri ndeshje. Pse nuk lozi ndeshjen tjetër ajo? Më mirë të humte me Partizanin dhe të fitonte me këto të tjerat, edhe do ishte më mirë se sa. Ja, me Dinamo për shembull, Dinamo nuk e diskutojnë që rre, po ka për t'ja lënë. Pas ka për t'ja lënë. S'diskutohet kështu. Po, ja. Mbaj mend. Shiko, ore ai mund të fitojë dhe ti do thuash ja la, po si e ndajmë ne pasaj që ja la apo fitoi? Jo, si ekip nuk ta thash ashtu se ai Dinamo ishte më lart nga ata, nuk diskutohet. Po. Normal që është më lart se është në vendin e dytë, të tretë. Dinamo do marrë dhe kampionatin dhe kupën. Edhe kampionatin dhe kupën Dinamo, ha? Po. Parashikimi i këndshëm. Këtu do jemi në Llaposhe prapë. Ika mirë prapë. Gjithë të mirë, çao. Kemi telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Ka për panel ky rind. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. More, kam bërë një kërkesë Kuvendit Popullor. Kuvendi Popullor që në komunizëm? Po,
Kuvendi Popullor, Shqipërisë. Në diktaturë? Urdhë? Në diktaturë? Nuk të kuptova mirë. Ja ke bërë dikur, them, para se të shembej sistemi komunist? Tani morë në Kuvend Popullor Demokraci. Ku ka Kuvend Popullor tani? Po mimo, ja kam bërë një kërkesë. Po pra, po e ke bërë dikur kur ishte Enver Hoxha kryeministër? Edhe bëri një kërkesë qeverisë Kuvendi Popullor. Mirë. I bëri edhe një kërkesë Ministrisë Drejtësisë. I bëri edhe një kërkesë Ministrisë Financës. Dhe akoma nuk ai thotë sa më shpejt se përgjigja Kuvendi Popullor. Akoma nuk është kryer përgjigja as nga Kuvendi, as nga Ministria e Drejtësisë, as nga Ministria e Financës. Si shpjegohet? Kuvendi Popullor nuk ekziston i nderuar, nuk e di ku ti. Nuk ekziston, po ja ka bërë kur ishte. Dhe akoma s'ka kthyer përgjigje. Si kur ishte, po? Si mos bëhet? Nuk e di nderuar, Kuvendi Popullor nuk ka në Shqipëri Kuvendi Popullor. Ashtu, ë? Jo, i dashur. Po jo, kryetare komisionit Kretina Bush ka thënë që ekziston akoma Kuvendi derisa të bëhen zgjedhje. Jo, unë nuk e di që nga vitet 93-94 të ekzistoj Kuvendi Popullor. Faleminderit për mirëkuptimin. Faleminderit ty nderuar për mirëkuptimin. Gjithë mirë, mirë dëgjofshim. Aman. Gjithmonë me këto budalliqe do vazhdoj zotëria. E mbyllim me këtë më mirë. E mbyllim me kthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit. Kthehemi në studio në pjesën e tretë programit dhe numrat ju lutem. Po, faleminderit. Në 068 99 00008 068 60 5469. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ty dhe gjithë stafit. Shumë faleminderit. Jeni shumë nderuar. Faleminderit. Po, i dash. Ka dalë pension në vitin 2006. Aha. Në 2006 në pension. Në 2006 kam dalë në pension. Në qershor mbush 65 vite. Se na e trajtimi i veçantë. Okay, pra se dukesh nga zëri që je 80 e ca. Jo, Klodi, inshallah as ty as këdo në pension. Jo, thash nuk dukesh nga zëri në kuptimin që se më the 2006 në pension, mora të miqon sikur ke dalë 60 vjeç dhe tani je Jo, Klodi, jo, 60 vjeç. Okej, po më thuaj. Në më sero. Se ti për sërime dhe për të na keni mbu sa s'kama. Po, më thuaj. Po, desa të them, si duhet me vepru ta se dalë në pension plot? Si të në pension të plot? Domethënë, me çfarë ke dalë, si ke dalë në pension? Me minjerën. Dëgjoj pak i nderuar. Ti do aplikosh tani në Jellbenia, vetëm kaq do bësh? Për pension? Po, e di, po në çdo mënyrë apo formë ajo do bëhet i dashur, ose do kërkosh. Po të stasionin më klot atje në zyra, nuk e di si është bërë kjo punë në mbëtën për më. Po si t'ja bëjmë? Ndjes. Po prandaj tek ti pa ta shpresë. Jo, i nderuar, po kjo nuk do të thotë që ti humbesh shpresat se po ti je në Has, unë jam në Tiranë dhe kjo gjëja bëhet nga aplikacioni. Me gojë them se jo. Me gojë në Jellbenia, kaq, e kupton, në Jellbenia do futesh ajo aplikim për pension të përgjithshëm dhe do plotësosh të gjitha fushat bosh aty sipas të dhënave që kërkohen. Të cilën mund të ta bëj dikush aty më në lagje, se s'ka ndonjë shkencë ajo, më kuptoni nderuar. Në lagje vetëm mua. Po, mund ta bëj një noter, 5000 lekë të vjetra do, po ta bëri, 10000 lekë maksimumi, besoj që e kupton? Se në çdo rast nga Jellbenia do bëhet. Nuk e shmang dot atë që të thuash unë nuk e bëj dot dhe po e shmang. Jo, është procedurë që nuk shmanget. Më kuptoni dashur? Po të ishe këtu ta kisha bërë unë, po ne jemi larg. Je shumë i nderuar. Ne kupton se s'më kushton asgjë. Falenderoj. Falenderoj edhe unë ty për telefonatën. Ditë mbar. Bukur. Nga Hasi, shkojmë në Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Telefonon nga? Tirana. Urdhoni. Falenderoj për gjitha ato përpjekjet që bën dhe që jep zgjidhje shumë probleme të popullit. Falenderoj juve. Bravo, të lumë. Tash unë nuk kisha një hall, po me qenë se sot ka ditëlindjen
I madhi kompozitori që nuk jeton më, po artistët nuk kanë vdekje, kanë vetëm lindje, ko sot ka për vjetorin e lindjes, Aleksandr Lalo. Mund të them ja 2 vargje? Patjetër si, jo, me kënaqësi. Faleminderit. Janë vargje të shkruara nga ai? Jo, I kam shkruar unë. Po 1 sekond tani. Se meqense hapëm këtë lojën e kësaj. Po. Duke qenë se është edhe I fundit takim për këtë javë, prit pak, mos. 1 sekond. Po. Se mos t'ikën frymëzimi ore, se besoj. Prit. Sa strofa janë? Sa? 1, 2, 3, 4, 5. Okej, mjaftueshëm. Kur të them unë do fillosh. Yes. Jepi. Kompozitori Aleksandr Lalo. Po. Na lëndove zemrën, ike kaq papritur, me muzikën tënde, të gjithë jemi rritur. I këndove ti për miris kristal, për rinin thure, këngë në festival. Krijove muzikë për gjithë brezat mbar, me Tom Lesimin, artist superstar. I këndove jetës me shumë dashuri, do jesh një yll tjetër, ti në galaksi. Aleksandr Lalo, artist I vërtet, na ke lënë një dhimbje që s'kalohet lehtë. Faleminderit. Këllë bravo. I ke shkruar vetë? Po. Ndjes, kur I ke shkruar? Po, kjo atere kur ai ka ikur nga jeta, u bën sa vjetë, u bën disa vite. Po mirë, më thua diçka, në cilësinë e kujt I ke shkruar, që do thot, ti je një ndjekës si thjesht në kuptimin e kinematografisë apo edhe të gjithçka që ai ka bër, apo je dhe vet artist dhe kjo të ka prekur paksa? Aty unë jam në fushën e artit pamor. Okej, super. Ai është një artist I madh që sinqerisht ka bërë muzikë, jo vetëm muzikë këngë të lehta, ata që edhe nga vetë poezia që është ka bërë për popullin mbar, muzikë filmash. Po. Muzikë për festivalet, për fëmijët, për të rinj, gjithë përfshirës. Është I papar, domethënë, prandaj respekt dhe mirënjohje për gjithë artistët që ka dhënë kontributën dhe që ka mbajtur gjallë shpirtin e këtij populli. Okej, më vjen mirë që e përcollën në këtë mënyrë. Shumë faleminderit. Edhe juve. Jeni mirë, shkojmë me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kisha një shqetësim. Po? Për sëndafsi ndryshe jam. Po? Dhe ne I vënojnë shumë pagesat e invaliditetit. Ashtu, a? Ne kemi pacinorën me dëthën 21, akoma nuk kanë dalë. Nuk e dia dalin edhe sot apo jo. Gjithmonë do të kjo? Përta? Gjithmonë do të kjo situatë, apo në momentet caktuara? Po tu është shumë. Dhe sa ja u vonojnë? Pa javë. Ku, nga flisni ju? Ku ndodh kjo? Nga Tirana. Në Tiranë? Bashkia e Kamës. Kamës, pra. Okej. Ka një, do të thënë, ju paguani nga sigurimi shoqëror apo nga bashkia? Nga bashkia. Nga bashkia, pra jo nga Tirana. Dëgjoj pak. Do e përcjellim pas emisionit dhe po tjetra që kisha. Kur keni pyetur, në rast se keni pyetur, ju kanë dhënë një përgjigje apo sqarim se pse këto vonesa apo? Ja, unë e dje ishta të bashkia në Kamës dhe pyeta. Tha, për sot tha nuk dalën, nëse nuk e di kanë frikë që s'dalin, tha për çfarë arsye, tha ne I kem dërguar gati që I muj, po I vënë ministria. Kuptova. Do pyesim ne në bashki kur të mbarojnë, dakord? Okej. Faleminderit nderuar. Faleminderit. Ditë mbar për juve. Në presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. U largua. Kënga e Memaliajt. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Ja, një sekundë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Jam ajo pensionistje që të mora para 4-5 ditë. Ta ke preqë.
pas kush janë. Po. Edhe më tha merr mas disa ditë qëroj për dhimin e pensioneve. Si ishte problemi joti e dashur? Ishte se unë pat kam qenë me të auditit. 10 vjet, e 3 muaj i kam pagu. Po, e mbaj bënd. Shiko, Lena kanë sjellë dhe sqarimin që ju kanë dhënë ju e dashur. Sqarimin nuk jam dakord se po, ç'është sqarimi ashtaj. Se mos më dhanë mua. Se nuk se më falë, se më është marrë dhe Jo, s'ka gjë, sepse sigurimet na kanë thënë që e kemi sqaruar zonjën dhe e ka kuptuar situatën prandaj. Jo, unë së dash sëri, dhe për të mërkur që ka pritje, a i drejtori unë i shkoj për sëri, po mu më tha, si ashtu sa së qërohemi i prapë. E po mirë, thash, se mu thash mje për ta thash, logarin që është në lu 10 vjet e 3 muaj. Unë kam shku kur kam bo 7 vjet që i kam bo më E di ashtu se ne komunikuam edhe para disa ditësh bashkë. Në gjithë atë ma kanë sjellë edhe me letër atë përgjigje, më jepi numër telefoni që do ta nis edhe ty. Ma i pak numrin tënd të kontaktit. Pas di me ndjerë më bjerë i në një vishë. S'ke një njeri aty? S'kam një sekund. Një sekund se kam atë i Albania. Të pres. Por jo shumë. E gjete? Për zotë më duket se jo. Po bim, gjeje me Terezi dhe na merr pak më vonë, mirë? Që do të nisë edhe përgjigjen. Po nusha, po hajt, mirë. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe ty e dashur. Ditë mbar, presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Si kaluat mirë? Si jeni ju? Mirë, jam një invalid. Vajta 3 vjet që jam i paralizuar. Po? Dhe vajta tanë jenar, vajta në Tiranë bëra dokumentat të doktori. Po? I qova i proj në Gjirokastër, i qova në të kempi. I qova Gjirokastër në Tiranë prapë dhe më thot Komisioni Qendror thot e kemi kaluar te Komisioni e Pror. Po, që kur ka kaluar? Vajti 3 muaj ti mua bëhet s'po na ktheni përgjigje. Pastaj para 15-20 ditësh më morën telefon e Komisioni e Pror do në Tiranë. Vajta në Tiranë, më pranë, më shikuar, edhe do të kthejmë përgjigje thamë me zarf në Gjirokastër. Na kthejmë përgjigje tani, na lënë një muaj, 20 ditë, një muaj, edhe na kthejmë përgjigje tani që nuk do të takon, thotë. Nuk të takon të ka ardhur përgjigja? Po, nuk të takon, më tha. Sa kohë ka që të ka ardhur përgjigja? Tani më mori ajo doktoresha Gjirokastër, s'ka një javë, më tha mua. Një javë, bëj shpejt ankesë nderuar sepse 10 ditë kohë ke. Si? Bëj ankesë them sepse vetëm 10 ditë kohë ke për ta ankimuar. Ku ta bëj ankesë? Aty ku të dhanë përgjigjen. Edhe ja çojnë kebit e pror ankesën ata. Dhe nuk keni mundësi të na animoni. Ja kjo është, po i dashur, ti ke marrë përgjigje negative. Dhe kjo brenda 10 ditëve duhet që të ankimohet. Dhe nëse nuk ankimohet do presësh një vit pastaj. Kështu që bëje sot sepse ke edhe fundjavën përpara dhe të digjet mundësia pastaj, më kupton? Ne, rrofsh. Faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Shlarguar. Okej. Po. Presim për tjetër. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Klodi jeni? Klodi, jam po të lutem, ule zërin e televizorit se na pengon, no? Edhe mua dhe ju. Po, patjetër. Faleminderit. Jam nga Elbasan. Ule zërin e televizorit. Ule, Viktor. Po, super. Më thuaj. Që të thash për 33-shën e bashkisë, e mora, faleminderit shumë, shumë faleminderit. Asgjë. Rrofsh, faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit dashur, faleminderit shumë për telefonatën. Asgjë fare. Unë lumturohem shumë kur zgjidhen problemet tuaja, nuk është
Jo vetëm se duhet thënë, por është vërtet një lloj ndjesie e jashtëzakonshme. Kemi telefonat, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Si the se nuk e dëgjova. Po pra se, ka kuptuar që isha duke folur me të, nuk e di pse ndodh kjo, sepse i bie që të korespondojnë problematikat e njërit dhe të tjetrit, sepse na ndodh shpesh që na thon faleminderit, po prit se tani e ke radhën. Mirëmëngjesi. Alo. 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 Vetëm ti je problemet e popullit. Faleminderit. Në datën kur do dalë shtire, do vim nga kuni sportin e vërmosh. Shiko, do ta provoj një herë këtë, po Kemi rrugë tjetër. do ta shoh pastaj se sa Po sa ta do provosh dhe ti takon. do ta shoh pastaj se sa do e mbani fjalë. Jo ti personalisht, ti e di, po them, në shumicë. Vor kandidaturë për deputet i pavarur dhe të shikosh që të votoj në Shqipëria. Faleminderit shumë i dashur. Të përshëndes shumë. Gjithë të mirat. Faleminderit. Edhe ju. Në ka ngelur njëri që të paktën ai shtikon në shpirt. Faleminderit shumë. E vlerësoj për mas. Palacot janë si në qeveri edhe në opozit. Po. Falenderoj shumë i nderuar edhe një herë. Qofshi mirë. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Sprodi. Urdhoni. Një pyetje desha të bëja me atë Patjetër. që dëgjom nga fushata e kryeministrit. Të sigurimet e bujkut kanë sa kam atë vonesa do falen a... Shiko, për këtë nuk është folur, me thënë të drejtën. Nuk e di pse. Nuk është folur. Po, pse jo, mirë do ishte, mos e. Në periudat të caktuara ka pasur, me thënë të drejtën. Por që... E se na vrasin pak dhe deshin të pagojmë në një lek. Goxha është, po me ndonjë amnisti do ishte më e përballueshme, patjetër. Mirë, faleminderit. Unë falenderoj dhe përshëndes shumë për telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Po. Lodi? Lodi jam. Lodi, të bëj një pyetje? Po patjetër, pse jo? Jam një moshor 86 vjeç. Dhe dua të votoj, por nuk pretendoj të çetën e votimit. Unë mund të marrë në taksi, po nuk shqedroj do të kam edhe një gjujët. Ka mundësi të vinde një puti zhvise. Jo i nderuar, për fat keq jo. Po pse? Nuk se kam vendosur kështu. Mirë, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Shpresoj që të bëhesh ndoshta më mirë deri atë ditë, që ta ushtrosh të drejtën tënde të votës, pse jo? Faleminderit. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. U le zërin televizorit të lutem se na pengon edhe mua edhe juve. Alo? Po pse na pse u ndërprej? Jo, nuk u ndërprej, po duhet ulësh zërin televizorit. Më fal. Alo. Okej, tani po, urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Jam një pensionist, pas ku qam. Po. Ora po kam nipin unë, ka një klasë marrë shkollë, e nuk ka marrë ma 5.000 lekë në lindjes. Si shpjegohet, a jem dhjetë, a jem bloku? Shiko, kohë më përpara ka qenë një ndër çështjet për të cilat ne pyesnim më shpesh. Dhe një institucion thoshte nuk na kanë sjell. Një institucion tjetër thoshte e kanë sjell, por nuk na jepet urdhri për të shpërndarë. Një tjetër kështu, një tjetër ashtu, dhe ngeli kjo gjëja. Aq sa një nga telefonuesit, dhe është e bukur kjo, e di ç'më tha. E kisha larg tha gjendjen civile dhe shkoja her pas here për të pyetur që çfarë u bë me 50.000 lekëshin. Ndërkohë këtë 50.000 lekësh ai e kishte harxuar rrugës, vajtje ardhje. Sa herë kishte shkuar.
Po të kuptoj shumë dhe ashtu edhe puna ime. Tash ai ka bllokuar qeveria, ne i dhanë pensioniste, na dha lekë kalamajve, nipave, mesave. Edhe nuk e di se ç'do bëhet më. Edhe tjetra paradoksi që ndron që ata të cilët marrin 400.000 lekë, 800 dhe 1.200.000 me ligjin e ri, i marrin të rregullta. Ndërkohë kjo kategori ka mbetur pa i marrë. Që në atë bindjen time unë e them shpesh, nuk besoj që do të jepen më. Por Faleminderit për sharimin, po. Faleminderit ju. Konflikti janë vjet, mos janë vjet me burrë se këtë vjet. Po pse thua më duket? Hiqe fjalën duket. Po, dakor. E kupton? Kështu. Faleminderit i dashur. Ditë mbar për juve, shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Sot jam I qytetar nga Membalijej. Po. Ka dalë pension në 7 mars. Kam punuar 10 vjetë në bërë tëra në polici, më mungojnë vitet e Bënqës dhe 2 në komisarat, listë pagesat. 95-a, 96-a, 97-a në Bënqë, dhe 2006-a, 2007-a në komisarat të Pelen. Po si ka mos? Po brez, nuk kam lënë vend, kam vajtur në Bënqë, kam vajtur në Gjirokasën, nuk e di, çfarë ju thon? Ka ardhur që janë djegur në 97-ën nga të zirat. Shikote, drejtoria e përgjithshme e sigurimeve shoqërore ke bërë ndonjë përpjekje për të kërkuar sjarim të përgjithshme? Te drejtoria e burgjeve. Jo, te drejtoria e përgjithshme e sigurimeve shoqërore. Ke bërë ndonjë kërkesë? Do të bëjnë ata të sigurinë shoqërore, unë s'kam bërë kërkesë për vete. Po do ta bësh, sepse në rast se jemi në kushtet që janë ndjekur, nuk ka mënyrë tjetër përveç me gjyq. Sepse unë me dosjen e Bënqës jam vetur në Pelen. E kuptova pra. Po të them që në rast se këto vite ekzistojnë të djegura, nuk ka rrugë tjetër përveç gjykatës. Më kupton, por unë them, dhe këtë mund ta bëni vetëm ju se ne nuk na lejohet. Unë them që të njëjtë kërkesë që ke bërë te drejtoria e burgjeve, bëje te drejtoria e përgjithshme e sigurimeve shoqërore, për të parë se çfarë do thonë ata nëpërmjet arkivave që kanë. Okej. Më kupton? Bëje të dërgoja me postë. Të kuptoj. Faleminderit. Jo, pashim ditë mbar dhe për juve, shkojmë me tjetër telefonues, jemi në fundin e pjesës së tretë të programit. Në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes dashur. Si jeni? Faleminderit. Ju mirë? Si jeni juve? Jam qytetar nga Tirana. Po. Dgjoj, kam një ankesë për urgjencën tonë të Tiranës. Kisha një rast urgjencë të motrës dje, me një aritmi, me një tension në gjendje çifti, e merrshim urgjencën në telefon, si dhe një vetë pacienti thoshte. Edhe kur ngrenim zërin të lutem sa më shpejt, në një përgjigje ofenduese ndaj personit nuk e di. Nuk e di. Niveli 0 i komunikimit të urgjencës shqiptare. Niveli 0. Mund të shkoj tjetrin vetë në makinë, kur e kam gjendje të rëndë. Mund të mësoj diçka gjatë rrugës. Ose prisni, thoshte. Ose dhe ne vetë, ose prisni. Nuk e di çfarë të them. Si është tani? Të vdes njeriu. I me motor urgjenca erdhi, po pas 6-7 telefonatash, edhe ngritje zërit të lutem dhe përgjërimesh, urgjenca erdhi. Si është tani? Do ndodhur dje në orën 15:30. Si është tani, motra? Më mirë, shqyr zotit. Po të dish komunikimi me njerëzit është brutal, niveli 0. Po e bëj dhe kërcënime, mos na ngre zërin, do ta sjellim urgjencën kur të duam ne. Kur të duan ata, ha? Po ku të duan ata, ose si dhe vetë, qofse e ke urgjente, si dhe vetë me makinë. Çfarë të merri? Kur të duam ne, thot. 4 persona ka marrë dje, të 4 një komunikim. Një komunikim brutal. Ka faje se s'ka kush i kërkon llogaria, duke ti dëgjoj telefonatat atje. Unë thash që do t'ju nxjerr në media, nuk na plas fare, troç fare, kështu kanë thënë. Nuk na plas fare, thot. Po, se kam të regjistruar telefonat. Po, pse ti plas atyre? Jo, më vjen keq se. E di pse nuk u plas më. Kjo kategorisë dua ti përfshi të gjithë. Po, patjetër. Se janë ca lëpirsa. Që s'u plas fare kjo, se lëpien pas drejtores, pas drejtorit e pas eprorëve. Dhe kështu që ndrojnë në punë. Sepse tjetë, po s'ka lidhje kjo
me emra dhe me kështu. Nuk e kam un problem fare, ose kam hiç problem. Sepse në rast se një punonjës, po dëgjoj, dashur, po sjellja ime, po e kthejm kështu tani. Se dhe un jam një lloj urgjence në thonjza. Vetëm figura është që duket te ju. Nëse un sillem në mënyrë arrogante, nuk është faj pronarit medias këtu. Dhe thua ti kjo është ora njuzje pronarit medias. Këtu jam unë, telefonuesi jeni ju dhe unë jam ai që pres urgjencat në thonjza. Kështu që s'është pronari i televizionit në rast se unë sillem keq dhe gabim. Po thuaj këtë lloj shërbimi kemi edhe është jetë njeriu ikën dhe nuk vjen më. Po. Nëse, më vjen mirë që ka kaluar me kaq. Dakor? Faleminderit, gjithë të mirat. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Gjithë të mirat, shkojmë tjetër, kemi kohë? Po. Mirëmëngjes. Si e kalut, jeni shumë i mirë. Si jeni ju? Faleminderit. Desha ty shqetësoj për diçka ty pyes. Po. Kam punu 5 vjet më mirë, kam nga sigurime shoqërore një flet, që kam marrë drejtoria rajonale. Kamës. A njifet për pension? Pa listë prezencë? Si pa listë prezencë? A ke punuar? Po. A janë paguar kontributa? Po. Në rregull, nga viti 88. Po pse ma bën pyetje pasaj a njihen? Pse nuk njihen? Po kam të fletën se kam dëgjuar që ju ndjek për herë, kam vite që ju ndjek. Edhe them që duhet me kështu me përdoro. Dëgjoj pak, po patjetër që duhet, e morat mirë qen atë. Që një periudhë caktuar e viteve të punës të quhet e rregullt dhe të njihet për efekt pensioni, si për burrat dhe për gratë, duhet të shoqërohet me çdo dokumentacion tjetër që vërteton që keni punuar, që do të me listë pagesat, me regjistrat e kohës, me bordereau dhe të gjitha me radhë. Ku ti gjen këto nëse? Janë në Albania ato nderuar. Janë në Albania, po, faleminderit. Dakor? Po këto vite të ushtrisë, ku mundim në gjem, Klodit? Në rast se të mungojnë dhe nuk i ke në kushte normale, do bësh kërkesë te Ministeria e Mbrojtjes. Po. Ta kupton? Në post, e? Me post është. Është shumë komode. Dhe të vjen përgjigja. Mirë, shumë faleminderit. Kalofshi sa më mirë. Mirë. Shkoj me telefonat tjetër? Alo? Po. Klodi? Klodi jam. Me Klodin plas? Po. Dëgjoj, kam një problem. Ka lindur djalit një fëmijë në Itali. Nusja e djalit. Mirë, nusja të se më djalit. A më shpirt se bëj shaka, po. Se kam një orë gjysmë këtu tani, duhet të çlirojmë pak edhe unë se. Po, patjetër. Edhe për këto 1200 këto si jepen këto kuotat e fëmijës. I japin për këta që janë jashtë? Për ata që janë jashtë të dashur, ka gati rreth 2 vite, më pak që janë hequr. Janë hequr, e? Aha. Pa asa ju 50.000 lekë që nuk jepet? Asa i 50.000 lekë. Për fëmijë që lindin jashtë, jo, 50.000 lekë që jepet, po problemi është nuk është shpërndar, ka pasur probleme në shumicën e rasteve. Faleminderit, ja kalof mirë, një ditë të mirë. Faleminderit. Edhe ju, besoj që duhet kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare ne tani. Po. Faleminderit, po se ma kujtuat prandaj. Dhe kthehemi pas pak në pjesën e fundit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, edhe numrat po i kemi. Në 068 99 00 08 dhe 068 6054 639. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Urdhëro. Alo? Urdhëro, e dashur. Përshëndetje, Klodin. Përshëndetje ju. Po, jam një zonjë nga Fieri që ju dëgjoj ditë për ditë. Po? Dua të pyes për diçka në lidhje me babin. Këtu jam nga Fieri dhe babit I ka dalë një problem tani me energjinë elektrike, gjoja sikur në vitin 2009 nuk pas ka paguar 3 muaj energjinë elektrike dhe tani I ka ardhur një flet, duhet pagoj 115 milion, 115.000 lekë. Pra. Kesh në dorë. Dëgjoj pak. Atëherë, pyetja që të lind natyrshme dhe besoj, ja u kam bërë dhe të tjerët. Keni faturat, librezën e kësaj kohe?
Po, kam shku ke babit e s'po i gjin dot, libreta ishte 94 vjeç. Dhe është i vetmi njeri që nuk ka lënë asë një ditë pa paguar. Po këta më thamë të grandi këtu në Fier, Osheja, që babi i ka pagu lekët, po a i postieri që i ka marrë lekët nuk i ka dërzuar në post, po i ka fut për vetën gjë. Kjo është pjesë tjetër, dëgjoj pak e dashur. Po, më ka dhënë edhe faturën. Po pra, në rast se ju keni qoftë faturën librezat ose librezat, nuk do ta paguani këtë. Po. Vetëm duhet i gjeni këto, në të kundërt pastaj. Pastaj duhet me pagu. Pastaj duhet me pagu se sa kohë nuk e vërteton dot. Më kupton? Edhe pse është absurde. Ju kuptoj shumë. Edhe pse është absurde sepse nga ajo periudhë deri sot duke ditur pastaj se si ka funksionuar me atë që ka marrë lekët dhe nuk ka bërë pagesën. Po, unë i di shumë mirë dhe u solla shumë mirë me ato dhe ato po bërtisit, siç janë këto punojtë këto që... Po patjetër se sikur paguen nga ne ato, ato s'paguen nga taksat tona, e kupton? Po. Të mërshme. Po. E di që ato nga taksat tona paguen. Nga taksat tona paguen, po thuaj... Shumë faleminderit, Klodi, shumë respekt për ju, se unë ndjek për ditë dhe ju rujt zoti. Faleminderit e dashur, ju jeni shumë i mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Ju flas nga Fieri, shumë respekt për ju. Ditë mbarë kalofshi. Faleminderit edhe juve. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Jemi në këto 15 minutat fundit të emisionit për takimin e sotëm e premte 25 prill, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Lezhë, këto vjetë punë që kooperativë që në kanë hopë. Pere Shërviti quhen, a 14 vesha, 16, a 18, Me ligjin e ri që ka dalë, në rast se i kanë humbur dikujt vitet nga mosha 18 vjeçë llogaritet. Jo ma poshtë, Jo i dashur. Nuk e nga maru klasën e 14 vjeçë. E di, por që kështu e kam vendosur në ligj. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për telefonatën, ditë mbar. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Urdhëroj dashur. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Disha Klodin. Klodia. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam edhe një problem kështu. Ka punuar burim në uzinë, është aksidentuar, ka prerë dorën, gishtat e dorës. Edhe nga kempi më përpara nërte 270.000 lekë. Kështu 27.000 lekë. Po, të vjetra apo të reja? Të vjetra. 27.000 lekë? 27.000 lekë. Mirë po, kur i merte në bashki, i merte në 27.000 lekë. I hodhe në usterion, në bankë. Ati i mbashe 2.000 lekë, merte 25, nese, i mbashe hajtë se. Pas tani i kanë hedhur në pensione dhe i mbajnë 5.000 lekë. Nëse i mbajnë, nuk e di. I mbajnë 5.000 lekë? 5.000 lekë, të vjetra, se 27.000 lekë. Po kush janë banë të 5.000 lekë? Përda? Kush janë banë? Nuk e di. Ata më thonë kërkoj, po ku ta kërkoj, unë zi ku ta kërkoj. E merë në bankë? Përda? I merë në përmjet bankës, prap them? Jo në përmjet bankës, ne na i bje shpi i pensionin ajo. Ata. Pse duhet të mbajnë 5.000 lekë o shpirt? E nuk e di, i mbajnë 5.000 lekë, ka ben janë atë, shkurt, mas, prit. Po kush janë banë në shpytja, se ti thua janë banë, po kush? Ato më thonë sigurimet e ka ndorë. Po joj, s'ka lidhje fare. Mos se mbajnë aty të posta, i që i sjell. Po të posta mbajnë 1.000 lekë ata. Po mos i mbajnë prapë. Ose bojni ta kaloni në bankë edhe e keni në rregull pastaj. Më mirë ti mbaj banka 1.000 lekë se sa. Ta kalojnë prapë në bankë? Po pse jo? E po nuk e kalojnë, ta kalojnë për të gjithë. Ty të mbajnë 5.000 lekë. Si të më thanua që janë 15 veta. Po pra, po juve ju mbajnë 5.000 lekë atje dhe 1.000 lekë posta 6.000 lekë. Po. Po pse duhet ja mbaj? Çojnë në bankë dhe paguan 1.000 lekë, 1.200. Ta çojnë në bankë? Po pse jo, shpirt? E ke më mirë atje. Mirë? Ose na thuaj kush e mban edhe. Faleminderit. Iki me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një pensioniste në Tiranë. Po e dashur. Kisha 24 vjetë sa muaj punë. Edhe më kanë lënë 19. Luan kova, kur ka qenë para 4-5 muaj zyra për jashtë atë përballë me zyrat në pensionistëve,
Dhe më thanë që të kanë hequr të ditët e festave. Si ka mundësi? Si kanë hequr ditët e festave? Kanë hequr ditët e festave, më thënë. Ai zotëria që ishte atje. Dhe kur unë kam qenë me licencë, dhe konën veç, ne punonim dhe në ora 1:30 me 6 orë, ditën se djela. Po jo, më kush, po ç'do të thënë kush I ka hequr? Ja, nuk e di, atë pensionit. Po çfarë ka ndikuar kjo zonja? Vitet a janë në rregull? Unë I kam marrë në rregull nga se I kisha vitet në Berak dhe me licencë në Tiranë. Po çfarë po kërkoni tani? Vjetët që më kanë hequr 4 vjet. Po jo, po 4 vjet I ka hequr, nuk I ka hequr nga pushime, se pushime do të mbledhësh gjitha sa ke punuar në jetë, nuk bën 4 vite pushime. Kur vata pyetja tek ai burri, nuk e di ishte një plak I moshuar, më tha se kanë hequr ditët e pushimeve. Jo, e dashur, më dëgjoj pak. Po ditët e pushimeve, po ti edhe një herë. Po. Nëse hiqen ditët e pushimeve, nuk janë minus 4 vite, se ti s'ke bërë 4 vite pushim. 25 vjet më tha mua që ke, janë ditët e pushimit janë hequr 4 vjet më tha mua. Po jo, mo jo. Po një vit ka Shkova, kanë nxjerrë 2 numra, me ata 2 numrat nuk lidhe çdo kur, nuk dim ku ta afrohemi. Po pra po. Edhe një herë, e dashur. Po. 4 vite që të kanë hequr ty I bie 1460 ditë pushime. Po ka e di, ti nuk e di kaq. Po jo pra jo, po si lloga, po jo ja ka futur kot. Ose ke dëgjuar gabim. Dëgjoj pak. E dashur edhe një herë. Ose ke dëgjuar gabim, ose ja ka futur ai kot. Se ti mos ja ka futur se unë isha me burrin aty që dëgjova. Në rregull, jeni 2 veta ja ka futur ai kot. Heqja e ditëve të pushimit nuk përkthehet në minus 4 vite. Se nuk të del matematika, e kupton apo jo? E di. O një vit ka 365 ditë. Ku mund ta Ty s'të llogariten. Atëre, ideja është këtu, cilat vite të mungojnë? Sepse në rastet e 25 vitet janë hequr ditët e pushimit, si e di ai si ka llogaritur që nuk të njihen 4 vite. Nuk shkon kjo, është shpenduri domethënë. Hapin kompjuterin, edhe sa që ty pse janë hequr vitet tash, më kanë 19 vite dhe sa muaj. Jo. Janë hequr ditët e festave. Jo, ja ka futur kot. Ajo që do bësh, e dashur. Ajo që do bësh dhe do na informosh edhe ne pasi ta bësh. Do t'i shkruash Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurimeve Shoqërore një letër, në të cilën do kërkosh këtë periudhë të munguar dhe përgjigjet që të ka dhënë nuk e di unë se kush, për këtë 4 vite duke argumentuar me pretendimin se janë hequr ditët e pushimeve, ditët e festave. Që është pa lidhje. Boje këtë, na informo dhe ne dhe e ndjekim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithë të mira të dashur. Presim telefonat tjetër, jemi në këto 10 minuta të fundit e emisionit për sot, në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Më falë, se të kam bezdisur. Më thuaj. Kam dërgu një mesazh atje në Messenger dje. Dje? Dje. Të lutëm, Klodi. Ta shoh shpirt se s'të bëjmë nga zëri. Cili me çfarë emri ma ke sjell? Armando Çovarke. Bëra unë atë madhështja. Po e di. Dëgjoj pak, Rozori, edhe një herë. Se e dia që do më merje sot. Në datën 4 prill, më ke thonë që e gjete letrën dhe ke dërguar e ke postuar te noteri. Tani dje çfarë ke bërë që më thua vetë deklarimin e Armandos, e bëra te noteri, e dërgova te posta tani e pash mandatin, ja ka dërguar hipotekës. A prish puna apo ta çfarë do përsërish s'është një, se këtë s'po kuptoj. Ata bëj që ta çoj ke kadastra. Pse ku e çove ti? Ku e çove ti? Shkruajta jo ke pusulla ke hipoteka. Unë se kam pa fare, dje shikoj im shoq. Po hipoteka kadastra njësoj është ju. Faleminderit, bekov zot. Ka lidhje fare. Zoti. Po mos u shqetëso, unë u çudita ta çfarë do bësh përsëri ndërkohë që e ke bërë në datën 4. Man, qa sikleti ka morbi. Po mos u shqetëso se nuk është për jetë vdekje kjo gjë, do rregullohet çdo gjë. Po nuk ta merr njeri atë gjën aty, më kupton, kështu që qetëso. E ka dërguar jo gabim, sa jo i shkruajta vet ajo e postës. Qetëso shpirt, dakor? Shumë faleminderit. Bekofsi më avizos, kalofsh mirë. Edhe ty, faleminderit. Për çdo gjë, kontaktojmë aty. Faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Halo, Klodi. Alo. Halo, Klodi, ti je? Po. Qëshini, mirini? Urdhoni zë. Janë Fajria në Kuqova. Ha, më yll.
si flitet për ato certifikatat e mia. Po, i kemi treguar, po presim tani. Do të marr vetë se kam numrin, kam shkruar madje, po ti s'më përgjigjesh aty mua. Urdhë? Do të marrë në momentin e parë që do të dalë përgjigja. Mirë. Do dalë përgjigja? Po e kam quar, kemi folur edhe para disa ditësh. Sa vono? Nuk e di, ta dija këtë do isha, nuk e di. Interesohem, ba. Po do të kthej unë përgjigje. Ti do kesh. Mirë. Shumë faleminderit, Rafsh. Asgjë. Faleminderit edhe ty. Po pres, nuk ka më telefonin, e? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Urdhëzojnë. Po, më thatë më se mbyll telefoni, se ke radhën, sa të marrojnë ajo. Të erdhi radha, flisni tani. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroj dashur. Në zoti Klodi po flas. Po. Jam një pensionist në Molla të Elbasanit. Këto bonusin që dhanë për këta invalidët, deri tani neve se kemi marrë. Po, nga paguash? Ku ta kërkojmë? Nga bashkia paguash? Jo, në sigurimet shoqërore. Do ta kesh marrë ose do e marrësh me pagesën e këtij muaji, mirë? Ja, të shohim, me dhe ta marrim dati 28, po nuk e dim, dhe marrim apo jo. Ja ta shohim. Mirë. Faleminderit e dashur. Faleminderit dhe juve. Ditë mbar. Ne u dëgjofshim, presim telefonues tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Një gjatë. Po. Jam një qytetare, po kam nuktën atje në Francë, se ka lind fëmin e dytë, e ka gotën 5 muajshe, edhe ajo ka qenë marrëdhënie pune, po e ka lind atje. Jo, nuk e përfiton bonusin. Nuk e përfiton, ë? Jo, e dashur. Faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, jemi në 6-7 minutat e fundit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Po. Jam në zonë nga Tirana. Po. Dhe jam në moshën 52 vjeç. Dhe jam një nën me 6 fëmijë. Po, e dashur. Dhe dua të di se unë një fëmijë më ka vdekur dhe më thanë që duhet të marrësh pension, gjithë pensioni, se unë jam dhe smur. Në moshën 50 vjeçare se nën me 6 fëmijë. Po fëmia që më ka vdekur më thanë që nuk të futet në numër, nuk të llogaritet. Duhet ta di këtë pjesë. Shiko, çfarë moshe ka ndëruar jetë? Vajza ka qenë 3 muaj e gjys. Jo, shikoj dashur, nënat me shumë fëmijë quhen të tilla në rast se lindin dhe rrisin 6 fëmijë, të paktën deri në 8 vjeç. Më kupton? Po. Më vjen keq që duhet ta bëj këtë diskutim, por që kështu është. Po, desha të bëjë një pyetje në qoftë se nuk e ke. Se kam fare bezdi. Unë para 5 ditëve kam kaluar Akardia. Dhe nuk kem as për punë. Dhe mam kësaj pjesë, ata u kanë kalon shumë pasoja dhe kam shumë, nuk punoj dot. Me dhe aktritin, kanë pasoja dhe aktrit, me lafe janë blokuar komplet. Dhe duhet të ditë tani, a mund të përfitoj në ndonjë kënd? Çfarë moshe keni? 52. Shiko, kjo është pyetje që mund të ta them unë për shumë arsye. Sepse përfitimi i kempit është një drejtë që merret duke aplikuar. Mund të them po, por është një komision i posaçëm atje që vlerëson gjithë dokumentacionin që nga mjeku i familjes dhe çdo mjek tjetër aty në lagjen tënde dhe që dërgon më pas në kempin e pror. Institucioni i cili pastaj jep përgjigje. E para kjo, e dyta, për të përfituar kemp nga sigurime shoqërore, juve të paktën duhet keni një vit të siguruar në 5 vitet e fundit. Nuk e di nëse e ke apo jo. Jo, nuk e kam se. Dhe në rast se nuk e keni këtë, pastaj kalon në aplikim te bashkia për pagesë të tillë. Kështu që përgjigjja ime është kjo, aplikoni te bashkia, se nuk ju kushton asgjë, për të parë nëse jeni pjesë e kategorisë përfituese apo jo, se s'mund të ta them unë tani je apo nuk je, se kjo është çështje letrash, dhe çështje dokumentesh, më kupton e dashur? Te sigurime shoqërore, jo, nga kempi e pror. Nuk ju takon, sepse siç thatë edhe vet, nuk e keni një vit të siguruar në 5 vitet e fundit, viti i cili duhet të jetë me punë dhe jo me kontribut vullnetar. Po, e kuptoj. Kështu që aplikoni, bëni letra dhe çojini në bashki.
Po, Klodi më falë, ta them këtë pjesë, unë kur kam pyet një doktor dhe më ka thënë, më është për shumë që do të pysja, edhe më ka thënë që, jo e dashëm, ka thënë, ti më ka thënë, nuk ke përfiton kembi, sepse ke kaluar një herë sa kun kardiak, ku të bjeri herë në dy, atë e përfiton. Inshallah nuk e përfiton asnjëherë këtë lloj kempi. Unë të herë dy të duma. Inshallah nuk e përfiton. Prandaj thash shpresoj mos e përfitosh këtë lloj kempi, se nuk të duhet. E dashur falenderoj dhe pat shëndet. Faleminderit, Lori, më pashim. Faleminderit. Ciao. Në telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Urna. Urdhoni juve zotri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë po përgatis me shoqja ime ka dhe një muaj për dalë në pension. Bukur. Po plikova, merë në ato, ka vjetë kooperative ka, nuk ka kështu ditë tjera. I ka nartë plot ato, do dhe 2 vjetë e gjysë rrëth 3 vjeqe për me pjecu 15 vjetë punë për dalë në pension. Dhe shkova dhe më thanë që do të paguish për 3 vjetë, do të paguish 2 vjetë e gjysë, e ku di sa ishin, do të paguish 1 milion e gjymës lek. Për me kap 15 vjeqin, në thëmë atë minimalen. Po pregadita me shku me pagu lek, unë më thanë aty, a ke kështu tokë, thash jo, thash tokë, nga të kim, thash nuk kam, i ka pas baba, edhe kam tokë nga rkim. Atëherë thanë, do të paguish më shumë, se ka që i shkote gati ke 4 milion lekshi. Po, ashtu është inderuar. Ashtu është. Po. Sa do të pyesja, por ma theve. Jo, nuk ka. Mund të bajon për shemë, qatë do të... Sa vite ka personi, ose juve? Dalin 13 vjetë, 12 vjetë e gjysë, se ku di sa i dalin në kooperativë, nuk ka tjera. Ka 2 vjetë martesike, për ka punu pa siguracion. Jo, po, a i shqua, s'ka punuar. Veç kontributi vullnetar s'ka tjetër ndërruar, dhe tjetra pastaj 70 vjeç që do dalë në pension social. Urdhënar? Ose do paguaj 2 vite, ose do pret 70 vjeç për të dalë në pension social. Këto të dyja janë, nuk ka tjetër. Kur të kap 70 vjeçin? Ose mund të punoj edhe këto 2 vite në rast se do gjej një punë. I bjete me pagu gati 4 milion lek për 2 vjetë e gjysë. Po. Për që ose s'ke tokë. Po, i ndërruar. Ashtu është. Faleminderit, faleminderit, respekte dhe për ju. Faleminderit. Shkojmë me tjetër, ndoshta e fundit, në rast se kemi. Po, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Jam një zonjë nga Berati, si para sa kohë të mora për një status fitimit të qunit, një gjë si nuk mu zgjidh kur. Për çfarë? Për se ka qunin të braktisur nga çdo drejtim. Edhe i mete përfitoj një status jetimi. Ato ja hoqën bashkje e Beratit. Se ja hoqe, po ja nuk i përfitoj. Përse këto e një vit përfitoj, tani nuk përfitoj. Se quni shko në shkollë, vazhdo shkollën dhe të ta mbrojnë. I tashën pse kur buri me gru ndahen dhe ju si shteti kërkoni ndihmë ekonomike burit për fëmijën. Po ky fëmijë që është i braktisur, si nuk figuron, me asnjë lloj gjëje, si do bëhet i tash. Nuk sqarohesh dot me bashkisë. Edhe të telefonova për ata kohë, por nuk më sqaroi asnjë më tej nuk nife. Për çfarë shpirt, për çfarë ke nevojë? Të sqarojmë nëse. Po ka nevojë se për çfarë ja kanë statusin e timit djalë. Ta japin ata përgjigjen, është çështje institucioni e nderuar. O dëgjoj, unë ja kam marr përgjigjen atyre, mos tha pse ti ta ke kriju një familje tjetër. Pse unë familjen tjetër unë jam mere, nuk është do rri gjithmonë kështu. Jo, shumë mirë ke bërë, po. Nëse kjo është rregull që është shkelur, s'kemi ç'i bëjmë, kupton? Për çfarë shkelur? Po jo për mua është shpirt, për mua le ta marrë ta gëzoj, po për institucionin po them, sepse ka disa rregulla si funksionon. Dhe në rast se kur nëna e jetimit, më vjen shumë keq që është në këtë situatë, s'do ja uroj askujt. Në rast se, shiko. Dhe më ka lënë shtatzan dhe ka ikur dhe nuk më ka dhënë asnjë gjë, asnjë adresë, asnjë akti, më ka lënë 4 muaj. Dhe djali më ka vajtur 10 ditë. Nëse kjo, unë do ta konfirmoj nëse është kështu, se nuk e di, se janë disa teknikalitete që s'kam se i di se nuk është se në janë raste të shpeshta. Por, po them, do ta verifikoj pas emisionit dhe nëse do të them. Por nëse te këto kushte është kështu dhe ky kusht nuk është përmbushur, do hiqet. Më kupton, pra kjo është ana ligjore. Ana morale pastaj është me ju. Si? Kështu, do flasim nesër, yll se jam shumë vonë, duhet të largohem se jemi goxha vonë me kohën për vazhdimin
e programit. Ishte gjithçka për sot, takojmë gjatë ditës në lajme. Ditë bukur gjithë. Ciao.